Në qytetet tona, hapësira publike nuk është më një drejt. Është kthyer në luks. Ajo që dikur ishte e zakonshme, një park i lagjes, një shesh ku fëmijët luanin lirshëm dhe prindrit merrnin frym pa pagesë, sot është zëvendësuar nga beton, kulla dhe zhvillim i pashpirt. Dhe kostoja e këtij transformimi nuk matet vetëm në metra katror të humbur, por në para konkrete që familjet detyrohet të nxjerrin nga xhepi çdo ditë. Sepse kur qyteti nuk ofron hapësirë, tregu e mbush poshllokun. Dhe tregu nuk fal. Prindrit sot paguajnë për ato që duhet të ishte falas, argëtimin e fëmijëve. Kurse pas shkolla, këndet private të lojrave, lokalet me lodra, të gjitha këto janë përzgjidhja e detyrueshme për një problem që nuk duhet të ekzistonte fare. Fëmijëria është privatizuar. Kjo nuk është thjesht çështje komoditeti, është një krizë sociale. Një fëmijë që nuk ka ku të luajë jashtë nuk humbet vetëm lojën, humbet zhvillimin. Hapësirat publike nuk janë dekor urban. Ato janë infrastrukturë sociale. Aty mësohet bashkëtesa, krijohet komuniteti, zhvillohet trupi dhe mendja. Kur këto hapësira mungojnë, fëmijët izolohen, kalojnë më shumë kohë në ambiente të mbyllura, shpesh përpara ekraneve dhe rriten në një realitet të kufizuar. Nga ana tjetër, prindrit përballen me një presion të heshtur ekonomik. Një familje mesatare nuk sjell më nëse do të shpenzojë për argëtimin e fëmijës. Ajo detyrohet, sepse alternativa është mungesa totale e aktiviteteve dhe kështu çdo fundjavë, çdo pasdite shndrohet në një faturë tjetër. Hyrje në këndlojrash, pagesë për kurs, konsum në lokal, një cikël i vazhdueshëm që rëndon buxhetin familjar dhe thellon paparazitë, sepse në fund të ditës jo të gjithë mund ta përballojnë. Në këtë realitet qyteti bëhet selektiv. Fëmijët e familjeve me të ardhura më të larta kanë akses në aktivitete, ndërsa të tjerët mbeten jashtë. Kjo nuk është vetëm padrejtësi, është dështim i politikave publike. Një qytet që nuk garanton hapësira të barabarta për të gjithë, është një qytet që prodhon ndarje që të fëmijëri. Dhe ndërkohë, betoni vazhdon të rritet. Çdo parcelë lirë shihet si mundësi ndërtimi, jo si hapësirë për komunitetin. Lejet jepen me ritëm marramendës, ndërsa parqet mbeten premtime në letër ose premtime të pjesshme që nuk përmbushin nevojat reale. Pyetja është, për kë po ndërtojmë? Për njerëzit apo për fitim personal? Argumente e zhvillimit ekonomik përdoret shpesh si justifikim. Por çfarë zhvillimi është ai që përjashton fëmijët nga qyteti? Çfarë progresi është ai që e detyron një prind të paguajë për një oroloj që dikur ishte pjesë e jetës së përditshme? Për shumë syresh, ky nuk është zhvillim, është deformim. Zgjidhjet nuk janë misterioze. Ato kërkojnë vullnet politik dhe vizion afatgjat. Planifikimi urban duhet të vendosë në qendër njeriun, jo betonin. Çdo lagje duhet të ketë hapësira të dedikuara për fëmijët, të sigurta dhe të mirëmbajtura e të aksesueshme. Investimi në parqe nuk është luks, është domosdoshmëri, dhe mbi të gjitha, është një investim që kthehet shumë fish në shëndet, mirëqenie dhe kohezion social. Por për të arritur aty, duhet të ndryshojë logjika. Hapësira publike nuk mund të jetë mbetje e planifikimit. Ajo duhet të jetë prioritet. Nuk mund të ndërtojmë fillimisht të mendojmë më pas se ku do të luajnë fëmijët, sepse nëse nuk ka vend për ta, atëherë qyteti ka dështuar në funksionin e tij më bazik. Në fund, kjo është një çështje zgjedhjeje. Mes një qyteti që prodhon vetëm ndërtesa dhe një qyteti që prodhon jetë, sot fatkeqësisht po zgjedhim të parin. Dhe faturën po e paguajnë prindrit, por mbi të gjitha po e paguajnë fëmijët, sepse një qytet pa hapësira për fëmijët është një qytet pa të ardhme.